Krahas kësaj, kur dalit të ujdi ose blokada, më lejoni që ta vendos në spikam në këtë moment lajmin e ditës, para se të flasim për stabilitetin institucional dhe formimin e institucioneve të Kosovës. Dhe më lejoni që natyrisht ta jap informacionin se me 16 shtator do të jetë vendimi përfundimtar, do të jetë aktgjykimi mbi çështjen gjyqësore, Thaçi dhe të tjerat, në kuadër të dhomave të specializuar, gjykatën speciale do të jepet vendimi për zotin Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Pra, vendimi është konfirmuar që do të jepet me 16 shtator. Kishte informacionet pa verifikuara më herët, por edhe me një varforme informacionet që kanë qarkulluar gjatë gjithë kësaj kohë se korriku do të jetë dita kur do të jepet vendimi, por gjithsesi është shtatori dhe është 16 shtatori në orën 10. Trupi gjykues ka caktuar datën për shqiptimin e aktgjykimit në çështjen gjyqësore. Prokurori i specializuar Hashim Thaçit, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi për me 16 shtator në orën 10. Seanca do të jetë publike dhe mund të përcillet në shqip, anglisht dhe serbisht përmes faqes së internetit ose nga galeria për publikun në mjediset e gjykatës. Në urdhrin për caktimin e datës, trupi gjykues shpjegoi se koha e nevojshme në kuadër të këtij teksti që shkoi tutje. Sipas urdhrit të trupit gjykues, koha për shqyrtimin dhe marrjen e vendimit është zgjatur për shkak të vëllimit të madh të provave të administruara dhe kompleksitetit të procedurës. Gjykata thekson se kjo është bërë për të garantuar një vlerësim të drejtë, plot dhe të arsyetuar të gjitha provave. Pra edhe një herë ritheksoj lajmin, 16 shtator 2026 ora 10 në Hag do të jepet vendimi i gjykatës speciale për ish presidentin Thaçi, ish kryetarin e kuvendit Jakub Krasniqi dhe Kadri Veseli, ish kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Recep Selimin, deputetin në më shumë mandate dhe kryetarin e grupit parlamentar nga radhët e lëvizjes vetëndose, që të gjithë, jo në rrafshin politik, po që të gjithë antarë të shtabit përgjithshëm të ushtrisë qëndrueshme të Kosovës, njëri drejtor politik dhe zyrtar shumë të rëndësishëm të UÇK-s, 16 shtator pra 2026. Edhe po e nis me njëherë